Çmimet e karburanteve në vend janë përditësuar sërish nga Bordi i Transparencës. Sipas vendimit të marrë në mbledhjen e datës 13 qershor 2026, çmimi tavani naftës është caktuar në 183 lek për litër, ndërsa ai i benzinës në 170 lek për litër. Bordi i Transparencës në mbledhjen e radhës të zhvilluar sot vendosi se çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gazoil të jetë jo më shumë se 183 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 171 lek për litër. Çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin të jetë jo më shumë se 170 lek për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë jo më shumë se 158 lek për litër. Çmimet e përcaktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi sot më 13 qershor në orën 14 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Bordi tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin për zbatimin e këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit.